Atëherë me që ju jeni gati, nga ky moment e konsiderojmë këtë konferencë të hapur. Lejoni që fillimisht që falenderoj gjithë juve gazetarë nderuar dhe gazetare, po ashtu përfaqësues të mediave, që zakonisht po mbështetni policinë e Kosovës, në këtë rast edhe doganën e Kosovës, me prezantimin e punës së policisë e Kosovës dhe doganës këtë rast në media, ku përmes që është përmban gjithë qytetarët informuar mbi aktivitetet dhe angazhimet e institucioneve. Ashtu siç e kemi bërë të ditur në përmes fesës zyrtare, këtë konferencë jashtëzakonshme ja dedikojmë një rasti të suksesshëm të realizuar nga Policia e Kosovës dhe Dogana e Kosovës, rast i cili ka të bëjë me konfiskimin e një sasie të konsiderueshme të parave që dyshohet jenë të falsifikuara. Ne themi zakonisht dyshohet jenë të falsifikuara për vrenjë se janë të falsifikuara. Ky rast ka ndodhur në pikalimin kufitar Vërmic. Mund të them që policia kufitare apo zyrtarët e policisë kufitare, së bashku me zyrtarët e Doganës Kosovës në pikalimin kufitar Vërmic, pra sot pas mesnatë apo orës 00:30 minuta, në hyrje të Republikës Kosovës ka ndaluar një automjet, taksi, i cili vinte nga drejtimi i Shqipërisë në drejtimin e Kosovës. Vetura ndaluar drejtohet nga persone apo nga si automjetit me inicialet BD i lindur me 1972, mashkull shtetas i Shqipërisë, dhe një pasagjer me inicialet FB i lindur me 1980, mashkull shtetas i Kamerunit, por me leje qëndrimi në Francë. Me të drejtur dyshimet e para zyrtar policor, së bashku me zyrtar e Doganës, ka ndërguar automjetin në kontroll të linjës së dytë, që është një kontroll më i detajuar, dhe gjatë kontrollit nga zyrtarët të dy institucioneve janë hasur në bagazhin e automjetit në një çantë sasi të konsiderueshme të parave, të kartmonedhave të ndryshme, duke përfshirë kartmonedha të parave 500 euro, 200 euro, 100 euro, por edhe në 50 euro. Pas numërimit të gjitha këtyre kartmonedhave të konfiskuara, rezulton ndikon që t'jenë rreth 2.131.000. Mirë po shifër kjo e cila mbetet edhe një të rishikohet në rinumërim nga hetuesit e krimeve ekonomike, por njëkohësisht janë konfiskuar edhe 2.733 copë letër e bardhë, të cilat nga personat e dyshuar kryesisht janë përdorur për përpunim të kartmonedhave që janë këtu para jush. Pra, gjitha këto si prova materiale janë konfiskuar nga Policia e Kosovës, por përveç këtyre kartmonedhave janë konfiskuar edhe 8 shishe me preparate kimike që dyshohet se janë përdorur për falsifikim parave, 3 folja alumini, 1 pak doreza plastike, 2 shiringa dhe 2 pasaporta të Kamerunit, 1 patent shofer dhe 1 leje qëndrimi e cila është e shtetit të Francës. Vlen potencohet se me urdhër të prokurorit kompetent nga Departamenti i Krimeve të Rënda në Prizren, 2 këta persona të dyshuar janë dërguar në mbajtje. Pra këto janë informacionet gjenerale që përkasin këtij rasti, ndërsa për detaje dhe rreth bashkëpunimit do t'ja kalojmë fjalën edhe zëvendësit të Doganës Kosovës.
madhe gjatë tentim hyrjes në kufi. Pra sasia prej 2 milion, mbi 2 milion euro është sasia më e madhe zbuluar ndonjëherë e parave të falsifikuara. Por një aspekt tjetër pozitiv i këtij zbulimi është bashkëpunimi në kuadër të menaxhimit integruar të kufirit që bëhet me organet e policisë. Pra tani edhe dogana dhe policia e Kosovës, të dyja institucionet funksionojnë si një institucion i vetëm dhe çdo ditë më shumë jemi duke parë rezultate shumë suksesshme në parandalimin e krimeve të ndryshme. Në aspektin e doganës, tregon që dogana e ka arrit atë aspektin e sigurisë. Faktikisht është bërë hallë e rëndësishme në zinxhirin e sigurisë që ofrohet në pikat kufitare. Faleminderit. Atëherë si zakonisht konferenca është ndarë në 2 pjesë, pa pjesa e parë që ullan informacionet nga ne lidhur me rastin që ka të bëjë me falsifikim parave, ndërsa tani kalojmë në pjesën e dytë, e cila kryesisht është dedikuar për juve gazetarë nderuar, që mund të adresoni pyetje që ndërlidhen kryesisht me këtë rast të falsifikimit parave. Kështu që u pranë, nëse keni ndonjë pyetje, jeni të mirëseardhur. Ka qenë kontrolli zakonshëm apo i lajmëruar? Fillimisht, siç e thash, një automjet është paraqitur në pikë kufitare dhe është ndaluar nga zyrtarët policorë për kontroll të zakonshme, mirë po nga zyrtarët edhe të policisë Kosovës për edhe doganës ka lind një dyshim i aty për atyshëm dhe më pastaj, në bazë të procedurave që parashifen dhe rregulloreve për kontroll kufitar, vetura është dërguar në linjën e dytë, që është për kontroll më të detajuar. Dhe në kontrollin e detajuar është bërë kontroll i përbashkët nga zyrtarët e doganës, por edhe zyrtarët e policisë Kosovës dhe aty është hasur në sasinë e këtyre kartonellave të falsifikuara, ku kanë qenë pothuajse një pjesë të tyre mirë të fshehura edhe në pjesë të librit, të cilat janë modifikuar librin dhe në pjesë të librit janë futur kartonellat në mënyrë që të fshihen dhe të kalohen në doganën e Kosovës apo në pikën kufitare për në Kosovë. Atëherë nëse nuk keni pyetje tjera, sa për informacion, do t'ju jap edhe disa statistika që kanë bëjë kryesisht me rastet që janë të raportuar apo që policia e Kosovës i ka hetuar që kanë bëjë me falsifikimin e parave. Mund t'ju them që në vitin 2016 policia e Kosovës ka hetuar 616 raste që kanë bëjë kryesisht me falsifikimin e parave, ndërsa në muajin janar dhe shkurt të këtij viti ndikon janë hetuar mbi 147 raste që kanë bëjë kryesisht me falsifikimin e parave. Dhe kjo dëshmon që policia e Kosovës bashkë në këtë rast edhe me doganën e Kosovës mbesin të përkushtuar në vazhdimin e luftimit të çfarëdo lloj dukurie negative që mund të sillet nga. Nëse nuk ka pyetje tjera, atëherë ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe nga ky moment e konsiderojmë këtë konferencë mbyllur. Faleminderit.